Protesta e opozitës në Kosovë doli jashtë kontrollit pasi 10 protestues nisën të hedhin bomba molotov, fishek zjarre dhe sende të tjera të forta në drejtim të policisë që ndodhej brenda rrethimit të godinës kryeministrore. Një pjesë e saj u përfshi edhe nga flakët. Kjo ka detyruar udhëheqësit e partive opozitare, drejtuar mbështetësve të tyre që të shpërndaheshin paqësisht. Por turma nuk u përmbajt, duke vijuar hedhjen e gurve dhe mjeteve piroteknike. Ishin 3 fjalimet e ashpra të liderëve të opozitës, shkaku që nxitën turmën për të ndërmarrë aksione të dhunshme ndaj godinës së kryeministrisë dhe oficerëve të policisë. Në fjalën e mbajtur para mbështetësve në shesh, si Haradinaj ashtu edhe Limaj dhe Ymeri, kërkuan largimin e qeverisë dhe akuzuan Thaçin e Mustafën jo vetëm për marrëveshjet e tyre, por edhe për korrupsion. Gjykata kushtetuese më vonë konstatoi se Zajednica e përmbys rendin kushtetues të Republikës. E Isa Hashimi çfarë po bëjnë? Ata po vazhdojnë me të njëjtën. Po vazhdojnë ta kërcënojnë këtë republikë me Zajednicë, po vazhdojnë t'ja kërcënojnë kësaj territorin me demarkacion me malën e zi. Nëse ata se kanë kuptuar deri mbrëm se çka kanë bërë sot në kryeqytetin e Kosovës, në sheshin Nën Tereza e në pranë busit Skënderbeut, ka ra qeveria e Republikës Kosovës. Po ju thojmë jo gjithë na bashkë sot tu, pra sot kemi ardhë me ju thonë jo ish, jo Hashim, shkoni. E kanë pru e punën që korrupcioni e Kosova me qenë veni maj korruptu në botë. Na ju thojmë shkonu që të nalet korrupcioni, nuk po nalet me këta. Janë të paktën 8 policë dhe një gazetar që kanë marrë dëmtime nga agravimi i situatës në protest, ndërsa ende nuk dihet nëse ka të lënduar nga protestuesit. Mos janë zani ojë.